Ka nga ata kryebashkia Krilindas që lanë mandatet për të futur në listat e deputetëve në zgjedhjet e 11 majit për të siguruar vota për partinë. E disa të tjerë vazhdojnë misionin fisnik të shpërndarjes së parave të popullit tek oligarkët për të siguruar vota, teksa janë ende në detyrë. Edhe Ilir Xhakolli i Bashkisë Pogradec ka hapur thesin për oligarkët. Një nga të preferuarit e tij, të cilit çdo vit zgjedhor i jep një 10 miliardësh para zgjedhjeve, është masha e oligarkut Bashkim Ulaj, Ardit Metaliaj i KTRM. Tenderi për ndërtimin e sistemit të kanalizimeve në Udenisht Pogradec i është dhënë kompanisë oligarkut KTRM. Në këtë tender ishin paraqitur 4 operator konkurrues, ndërsa pas shqyrtimit të ofertave, kompania KTRM SHPK shpallet fituese. Vlera e kontratës përfshin 24 muaj kohë për përfundimin e punimeve. Ironik është fakti se të njëjtin tender Xhakolli ja ka dhënë në vitin 2021, një muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme të njëjtit oligark. Redaksia jone ka denoncuar tenderin e parë që në atë kohë, para zgjedhjeve të vitit 2025, por parat e popullit vazhdojnë të hidhen në lum nga kryebashkia Këteri Lindjes, të cilët nuk hetohen nga askush dhe kanë dorë të lirë. Ardit Metaliaj, pronari me letra i KTRM, ka kullëfitur gati 10 miliard lek të vjetra me të VSH nga Bashkia Pogradec, me një të rënd të lapsit. Themi pronar me letra pasi në media shpesh është diskutuar se në fakt pas kompanisë së tij qëndron vetëm oligarku Bashkim Ulaj.